Që do t'i kundër? Qëndrimi im edhe qëndrimi i partisë tashmë dihet, ne jemi kundër. Kundër duhet jeni edhe ju, kundër duhet jeni edhe qytetarët e Republikës Kosovës, dhe gjithë bashkë një zëri t'i qojmë sa më shpejt në shtëpi këta shkatrues e këto banda të cilat e kanë uzurpuar shtetin e Kosovës. Pas zgjedhjeve, a vazhdon ky ndeku mes PDK-s dhe vendosjes tashmë kryetarin e ri? Unë Nostradamus nuk jam e ditë se çka po ndodh në mas zgjedhjeve. Ti mojmë zgjedhjet një herë, nëse ki fjalën për zgjedhjet e përgjithshme. Ti mojmë zgjedhjet një herë, të shohim rezultatin edhe pastaj konform rezultateve dhe ne do t'i pozicionojmë politikat tona në të mirën e vendit, në të mirën e shtetit të Kosovës dhe të qytetarëve të Republikës. A ndryshon diçka në lidhje me vetëvendosjen? Sipas rezultatit, bashkëpunimi me vetëvendosjen. Unë mendoj që vetëvendosja do të jetë në opozit në zgjedhjet e ardhshme, duke pa frustrimin e madh, zhgënjimin e madh të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe duke i pa se sa të vrazhd e arrogant janë këta kur janë në pushtet. Dhe duke pa që nuk kanë bërë asnjë mirë për vendin, vetëvendosja përfundimisht do të shkojë në opozit. Ky vend do ta shoh dritën përsëri pa hijet e zeza televizionit vetëvendosje, të cilët e kanë shkatru vendin që 6 vite më radhë, sepse tashmë Albin Kurti t'i banën 6 vjet në kryet e shtetit, herë legal, herë ilegal, dhe duke u nis nga kjo, unë konsideroj që ka ardhur momenti që qytetarët e Republikës Kosovës t'ju japin mësimin e duhur secilit politikan arrogant, uzurpues e shkatrues siç është Albin Kurti.